Përshëndetje, sot do të përgatisim një gjell me mish të grirë, gjell me lakër e mish të grirë. Si fillim kemi kaurdisur mishin e grirë veçantë dhe do ta lëmë në një enë. Ndërkohë në një tenxhere të madhe kemi skuqur një kokër qep, sa është zbutur plotësisht, i shtojmë edhe mishin e grirë dhe më tej do të shtojmë erëzat. Na duhet rreth 3-4 lugë vaj ulliri, duke i përzier të gjithë mirë që të marrin shijen e erëzave. Do të shtojmë edhe 2 lugë salcë e më tej do t'i kaurdisim lehtë së bashku me lakrën, pak nga pak e shtojmë edhe në fund fare pastaj do t'i hedhim edhe ujin. Do t'i mbulojmë pak me ujë në mënyrë që të zjejë me ngadalë edhe të ajkoset gjella. Shtojmë edhe pak lëng limoni, duke qenë se lakra është vetë e ëmbël. Erëzat ne kemi përdorur specë të kuq, piper të zi dhe krip dhe lëngun e limonit. Dhe gjella është gati me një aromë fantastike dhe me një shije të shkëlqyer. Provojeni dhe na shkruani si e përgatisni ju gjellën me lakër. Lini komentin tuaj më poshtë. Faleminderit që na ndiqni.